Të nderuar miq, të nderuar bashkëdhetar, ja ku erdhëm përsëri së bashku. Një qendër kulturore, Nën Tereza, njëkohësisht dhe kisha katolike Zoja e Shkodrës, që ne tashmë e njohim këtë kishë për të gjithë zhvillimet e aktiviteteve të ndryshme që ka në këto ambiente, por sot ne kemi ardhur për dy aktivitete shumë të rëndësishme. Këto dy evenimente organizohen nga Unioni i Gazetarëve Shqiptarë me degën këtu në Amerikë. Ne sot do të ndjekim një dokumentar që quhet Dom, të shkruar nga Dritan Haxhia dhe regjizori Bujar Alimani. Dhe mbas këtij do të kemi dhe ceremoninë e ndarjes të çmimeve të gazetarëve. Pra, Unioni i Gazetarëve do të ndajë disa çmime që kanë kontribuar në këto 5 dekadat e fundit. Kështu që miq, si gjithmonë do ta ndjekim të gjithë këtë aktivitet dhe do të mësojmë më konkretisht se çfarë do të kemi. Kështu, vazhdojmë. Mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Unë dua t'ju falenderoj edhe në emër të Unionit që gjetët kohën sot për të lënë ato punët tuaja të përditshme dhe për të ardhur këtu mes nesh. Në fakt, para se t'jap fjalën Dritanit, se kemi vendosur që në fillim që unë dhe Dritani nuk do të flasim shumë sonte. Absolutisht jo, nuk do flasim, mirë se keni ardhur. Më vonë do ju përshëndes edhe me emra, po unë mendoj që të fillojmë me himnin e flamurit, ngrihemin kam me himnin e flamurit amerikan shqiptarët Kosovës. Vazhdojmë shohim filmin dhe pastaj do ju tregoj programin për më vonë. Nuk do ju lodhim sot. Dhe tani sipas programit ne kemi radhën e ka dokumentari, është dokumentari i titulluar Dom me regji të regjizorit Bujar Alimani, skenarist Dritan Haxhia. Në vitin 1958 kam lind në Shëngjergj pranë Ulqinit në kufi me Shqipërinë. Atëherë kemi ardhur në Amerikë në vitin 1973. Kjo ka fillu që është në fëminin time të interesi, sikurse ministrant. Ministrant janë ta që i shërbejnë me shtarit në mesh. Unë ishë edhe ta shokët e mi që ishim njajtën moshët, e shkoshim me
e thoshe me një mu priftit, është ka na shpreha në Shëngjergj, jo në Shëngjergj, që është shpini. Dhe ishte atë familjetari, ishte Dëm Simon Filipa, që ishte edhe përkthyesi i Biblës. Edhe ai thuj se kanë edhe frymëzuesi jem. Ka një se kam ardhën këto të Monsinjor Roku, ose Dëm Roku atë, u interesu të vllau im Pali, i thot, më duke thot se ka ardhë Pietri, thot, edhe në sjellek ne thot se nuk kemi nevojë për me shërby në mesh. Edhe atëre kisha edhe zanin pak ma të kthjellët edhe një mova pak edhe me knu edhe në mesh, edhe në pau. E si do kjo, ashtu ka filluaj atë me Monsinjor Roshin. Shkurtra, një ka të bëjmë me punën e Unionit të Gazetarëve Shqiptar dhe me qenë se zoti Aleksandër Shqipa nuk mundi të vinte kryetari i Unionit, ai ka dërguar përshëndetjen e tij speciale, kështu që 5 minuta edhe më pas ne do të vazhdojmë me tjera surpriza. Media shqiptare, në përpjekje për të zbardhur dhe mbrojtur të vërtetën përmes fakteve, ka kaluar përmes provave të vetëritjes dhe kurajos qytetare. Në themelimin e vet, organizatës më të madhe brenda komunitetit, Unionit të Gazetarëve Shqiptar, ju bashkuan emra personalitetesh si Mojkom Zeqo, Andrea Stefani, Fatos Baxhaku e të tjerë. Kjo organizat ka inkurajuar dhe ka dashur të stimuloj fjalën e lirë, zotëruesit më të mirë dhe të përgjegjshëm të saj. 17 vite më parë, në drejtimin e gazetarit Aleksandër Shqipa, organizata profesionale nisi ciklin e aktiviteteve të fundvitit, në të cilat vlerësohen përmes çmimeve të veçanta gazetarët më të spikatur në mbar trevat tona, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut e Troje. Aktiviteti i sotëm paraprihet nga veprimtaria e Unionit të Gazetarëve Shqiptar Dega SBA në New York, ku ndan për herë të parë në Shtetet e Bashkuara vlerësime për disa nga gazetarët shqiptaro-amerikan më të njohur të 5 dekadave të fundit, duke njohur kështu kontributin e tyre të çmuar në fushën e medias dhe informimit të publikut. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që në emër të Unionit të Gazetarëve Shqiptar t'ju përcjell nga kryeqyteti i Shqipërisë përshëndetjet më të përzemërta dhe urimet më të ngrohta vëllazërore. Mbrëmja e sotme në New York, një organizim i përbashkët me degën e Unionit të Gazetarëve Shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është sipari një aktiviteti i cili mbledh dhe synon të mbajë të bashkuar një pjesë të komunitetit gazetarëve dhe publicistëve shqiptar në hapësirën amerikane. Është një pikë e re lidhjeje dhe shkëmbimesh në nivelet komunitetit profesional për përfitime dhe natyrisht edhe për shkëmbime të cilat janë pjesë e inteligjencës shqiptare në tërësi. Unë duhet ju përcjell urimet edhe për aktivitetin e sotëm në transmetimin premier të dokumentarit Don dhe që është një kohësisht edhe një bashkëpunim dhe partneritet profesional me drejtuesit e Unionit Gazetarëve Shqiptar në New York. Në konsideratën time, shkëmbime dhe aktivitetet të tilla bëjnë të mundur që zëri i shqiptarëve dhe kryesisht i komuniteteve që ofrojnë një profil profesional të jetë jo vetëm i dëgjueshëm, por të rezonojë një kontribut të artikulimit dhe ligjërimit publik për çështjet më të qëndësishme të identitetit kombëtar shqiptar dhe të kulturës shqiptare në përgjithësi. Aktiviteti i sotëm është njëkohësisht një bashkim i përfaqësuesve që vijnë nga lëmit të ndryshme të jetës dhe kontributit në diasporë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Shqipërinë dhe shqiptarët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një aleat strategjik që ka përcaktuar në historinë tonë kombëtare fatin ton ekzistencial dhe kontributin e rikthimit të shqiptarëve në lartësinë euroatlantike, jo vetëm të përfshirjes, por në mënyrë të veçantë të pjesëmarrjes, të orientimit dhe të devizës son kombëtare. Për këtë arsye, edhe aktiviteti juaj nuk e përjashton këtë simbolik, por përkundrazi na orienton ne gazetarëve të Shqipërisë drejt një misioni i cili më së shumti mban në epicendër vëmendjen ndaj kulturës, identitetit kombëtar, aftësisë integruese dhe vlerës për të mbërritur në standarde dhe një cilësi euroatlantike si qytetar të kësaj bote. Pa dashur të zgjatem, dua t'ju falenderoj të gjithëve
për bashk organizimin dhe në mënyrë të veçantë për prezencën tuaj në këtë aktivitet. Por në mënyrë të posaçme dua të uroj nga zemra kolegët të cilët Unioni i Gazetarëve Shqiptar ka gjetur rastin përmes një certifikate të mirënjohjes të ju përcjell jo vetëm konsideratat për kontributin e tyre në dekada e në vite, por në mënyrë të veçantë për atë investim dhe realizime që ata kanë realizuar në karrierën e tyre të gjatë kohore në mediat amerikane dhe në mediat shqiptare. Ky kontribut vazhdon një nga traditat më të shkëlqyera të publicistikës dhe medias shqiptare, e nisur qysh prej themelojësve të Vatrës apo të organizatave të tjera dhe shtypit shqiptar në hapësirën jashtë Shqipërisë. Për të arsye, referencat të tilla i mbeten për ne, komunitetin e gazetarëve profesionistë dhe organizatën tonë Unioni i Gazetarëve Shqiptar, jo vetëm një referencë, por në mënyrë të veçantë një detyrim për vlerësim, konsiderat dhe për ulje profesionale. Duke gjetur rastin, unë duhet ju përcjell në emër të anëtarësisë së organizatës sonë urimin tradicional, gëzuar vitin e ri 2026, qoftë për ju dhe vatrat tuaja familjare një kohë e re me dritë, gëzime, mbarësi, shëndet dhe arritje. U prift gjithmonë drita e atë dhe dashurisë dhe e interesit dhe shërbimit ton kombëtar. Gëzuar nga zemra ime, gëzuar nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar. E kujton më bukur se sa më urime. Mirëmbrëma të gjithëve, në fakt unë nuk do ju lodh fare, kam vetëm 7-8 rrjeshta kam shkruar këtu, po në përgjithësi unë dua t'ju falenderoj me zemër. Kam fatin e madh për vitesh në Amerikë, po jam edhe shumë fatlum se 199% për ju që jeni këtu në sallë, ju njoh edhe më njihni. Domethënë 99% isha të them. Ju falenderoj nga zemra, do doja t'i merrsha të gjithë me radhë, po do më lejoni të marr disa në veçanti. Do mbledhur popaj, shumë faleminderit. Të paqa. Shumë faleminderit për shërbimin prej shumë dekadash në komunitetit tonë. Në një farë mënyre unë në fakt Don Pietrit, ja them privatisht, po pa them publikisht, ka herë them je Don Pietri Apaçi. Apaçi është çdo kohë, ditë natë. Kështu që të falenderoj shumë nga zemra për gjithçka, për komunitetin edhe për mua personalisht si një lider shpirtëror. Falenderoj imamin, Imam Tahir Kukaj që ka ardhur këtu, që të falenderoj për dashurinë, respektin edhe momente shumë të veçanta në jetën time personale si Don Pietri. Normalisht në çdo lloj ore, shumë faleminderit që ke ardhur. Falenderoj edhe një ish gazetar të vjetër, nuk po hy më gjatë, imamin, mikun e nderuar që na ka nderuar sot këtu, profesor Elez Osmani, që është edhe daja i 3 shokëve të mi të musht, që ja ka marrë bukën tash 20 vjet. Mirë se erdhe. Një gazetar i vjetër, për ata që nuk e dinë dhe gjithmonë këshillat i ka. Falenderoj nga zemra edhe kandidatin shqiptar që kemi këtu mes nesh që kandidon për kongresmen. I urojmë gjithë mirat, Diamanti Sena, i falenderit që ka ardhur. Dhe falenderit edhe sekretarin e Vatrës që na ke mbërrit këtu në kohë. Kryetari më duket ka ngel rrugës, kështu që mirë që keni ardhur. Falenderoj profesor Virgjil Kule që jeni këtu, falenderoj profesorin Frank Shkreli, profesorin Gjek Gjon Lekaj, gazetaris, prandaj ju them profesorat gjithë. Edhe në mënyrë të veçantë dalem këtu, falenderoj nga zemra bashkëshortën e mikut tonë që na mungon shumë, të mjeshtrit gazetarisë në diasporë, që rilindi për mua gazetën Dielli edhe një herë, zonjën Xhemile me vajzën e saj, për të madhin e të paharruarin mikun tonë Dali Breca që na mungon sot. Atëherë, unë dua të ftoj Don Pietrin. Një falenderim të jashtëzakonshëm gjithë juve për pjesëmarrjen e juaj. E di se është edhe sot e shtunë, por ka edhe programe tjera dhe nuk e kanë bash dita fort e përshtatshme, se kanë edhe pak ftoft. Ju falenderoj nga zemra gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Organizatorëve të këtij eventi, herë të fillu prej bojar që kemi këtu, Alimanin,
Si e thonë? Nuk e kemi Nuk është sot e këto, Atë kemi Dritanin, e kemi, ku kemi Sabir Kanaqin, e kemi... Jo, Sabirin e këna qunë... Atë ka dhe ka shku në centru, pa, kena këmëshirë, për në pa, aj prej krajet, na prej Shëngjergjit të shkojmë bashkë, E gjithë ju që i keni banë këtë ditë të mund të falënderëz Dritan për punën e shkëlqyeshme, në vërtet, e kanë thënë dikur, a picture is worth 1,000 words. Është imagine a movie, how much it's worth. Për si do qoftë, unë gjithmonë jam kanë interesuar sikur se mi edhe ma vonë edhe si meshtar, me këshyri herë se çka ban meshtari gjatë ditëve. Nuk ka vetëm që thot mesh një herë djele, jam i sigurt se edhe imam me njëjtën gjë. Nuk ka vetëm në xhuma që e fal për shembull, që fal lëvëratë në momente që bën celebrimet, por çka bën edhe ditë tjera. Ja mirë që edhe pak me ditë se ka thënë dikur malësia, ka thënë gjatë e fratit, gjatë e meshtarit. Por nuk është krejt ashtu, se vërtetën nuk kemi një moment që mund me thonë se kam për veti, as një ditë për shem. Por janë kur e ba njëri me knajsi, atër e dinë se nuk është një gjanë që ti du është më lollë, por e jepë s'po kam bile bolë kohë për me ban mate i për mirësi. E me më rrinë gjithë konë. Dhe është edhe kur jemi edhe të shkurt, dhe është ta që janë pak më të gjatë, mund me hecë pak ma shpejt, për na që jemi më shkurt edhe hapat i bajmë ma të vogël. Edhe kur është edhe familja male 3 shteteve, nuk është krejt letë, e din atë. Falë se jena një editor në regjinë të ty. Po të shtete. Në 1 minutë e patëm fjallë. 1 minutë për ka dalë. Ka dalë i hesë në sa kam fillu muzej. Atë nuk e din se i herë që a jep mikrofonin me shtarit, ti nuk din, mëse ne nuk din me nalë me shtarit. Ka dalë, në sipe nuk është dialog. Pa të thonë i herë njani, tha, ka dalë, tha se kam adhonja 2 fjallë me thonë, për të me thamë se nuk ka dialog këto. Por si do kjo, vërtet është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Jam i sigurt se keni përcjell dhe filmin me një dedikim të jashtëzakonshëm, edhe me një dorezë të jashtëzakonshme, se nuk është krejt lehtë për me përcjell një film të tillë. Por duk rrjedhshmërisht për arsye se janë bërë pyetjet rrjedhshmërisht, të falenderoj këtë person që e kam përbrinj, e ka hjek pyetjet këtë, e për atë ka dalë aq, si më thënë, rrjedhshmërisht, por marrë vesh se kur delën nga zemra, e din se çdo gjë bëhet edhe ma lehtë. Më kujtohet vjeti 1999, se kur e pa që Imam Tahirin këto, atë më kujtohet e kemi pas këtu Kosova në Kalvar, jetë të kalu prej një situatë jashtëzakonshme. E kemi pas një lutje nërfetare bashkë një këto. E më kujtohet edhe fjalët e imamit, jashtëzakonisht shto përkatëse edhe tamam me domethënie të vërtetë. Është një kënaqësi kur i sheh shqiptarët e bashkuar, se një atë jem të luftu. Kurse harroj njëri pyeti, tha, po mirë ti je tha katolik, ti je prift katolik, po si tha edhe fesë islam, edhe fesë ortodokse, me ata të kalon mirë me gjithë kanë. Po ma kallëzo, thash njërin prej nesh, thash që është diferent. Si, çka do me thonë? Cili është ma shqiptar se tjetër, cili ka një histori tjetër, cili ka një gjuhë tjetër, cili ka një kulturë tjetër, cili ka një traditë tjetër, cili është diferent, tonë jemi një. Pra ne atë unjësim, njëte duhet me theksu gjithmonë, mos e harro se jemi një. Faleminderit. Jo, prit. Më duke se Drejtani ka një surprizë. Jo, surprizën e ka Mill Velaj. Më falni sekond. Se kam diçka këtu, se nuk i këndson të Mill Velaj nga kjo sallë, pa e marrë një dorë trokitje shumë të fortë falas. Mill Velaj para disa ditësh është nderuar me titullin honoris causa, akorduar nga Federata Akademive të Shkencave Pegasiane në Brazil. Pra një duar trokitje për Mill Velaj, të cilin e ftojmë të na vi këtu. Çka ka bo Milli? Milli ka bo një surprizë shumë të madhe, ka thirrë
një prej piktorëve më të shquar të kinemas shqiptare. Është nder shumë i madh për ne që ai ndodhet këtu sot. Fat, me të thënë drejtën, Astrid Totaj. Për gjithë ata që e njohin historinë e kinemas shqiptare, që në fillimet e saj, dora e këtij burrit të madh është në filmat e kinemas shqiptare, nga filmat më të njohur. Piktor kostumografi, piktor kostumesh, piktor i fotografive, gjithçka. Astrid Tota, nuk po hi më gjatë, sepse për profesor Astrid Tota do të fol shumë gjatë, por është një kontribus shumë i shquar i festivalit të Kishës ndër vite, apo jo do bjerë. Tashti, doktori ka bërë një surprizë, ka thirrur profesorin Astrid Totaj, i cili ka bërë një surprizë tjetër për Don Pietrën. Pa ta shohim çka ka bërë. Këtu na nderon edhe ne si union e gazetarëve, na nderon. Ta shohim një herë. Wow. Dhe në këtë ditë gëzimi për Don Pietrit, gëzimi i të gjithë neve, i të gjithë atyre që mungojnë sonde, është i jashtëzakonshëm. Gëzim për shpirtin dhe gjendjen shpirtërore të Don Pietër Popajt, i cili punon dhe na edukon. Shembull për gjithë shqiptarët dhe gjithë ata që drejtojnë Shqipërinë, Kosovën dhe shqiptarët në qamëri e në Mbartëzi, e në kudo ku jemi dhe këtu, e në të gjithë botën. Jo, nuk do ta mbyllim me kaq se ne I vazhdojmë surprizat. Nuk e shtim me kaq. Don Pieter, ditë se ka pa. Këtë ma lërmua tash. Profesor. Ja, ju mund foni, unë po e mbaj. Para 30 vitesh, siç keni ardhur të gjithë, edhe unë mbrita në Amerikë. Por, po më thonë, kompshit, po ti bën diçka, po bëna do bëjnë në Terezën, po shumë mirë. Edhe punova në Terezën, dhe ku ta qaj, ku I ti adhuroj? Më thonë mu, do të marrim ne, do të qëjmë kish në Prodës. Dhe aty kam pa për herë pa Don Pietrit, dhe kam fiksu atë mesh në shpirtin tim. Dhe kjo në Terezë, në atë kohë ishte kandidate për shpimin shejt. Dhe kështu e krasova Don Pietrit. Dhe ajo piktur është vendosur këtu shumë kohë pa. Kështu që gëzimi jem është për Don Pietër Popa që jemi. Dhe dy fjalë, si këne asë që jam, me që më përzatut, këni pa sot një film shumë të bukur. Pse? Don Pietri është shembull në këtë psikologji, udhëheqësi shpirtënor, si se e shpjegoj shumë bukur. Më parë shpirtënor, kam gazetarin e shquar këtu, Gjolekanin, që I dëgjojmë dhe orientohemi nga ato, por shpirtërisht kemi Don Pietër Popaj. Faleminderit. Certifikat I jepet zotit Frans Shkreli, gazetar dhe veprimtar shqiptar-amerikan me kontribut të spikatër në marrëdhëniet e ndërsjellta. Puna shumë vjeçare në medjen publike amerikane, kontributi dhe vepra publiciste dhe analizat e publikuara në mediat e huaja dhe ato kombëtare shqiptare përbëjnë një referencë dhe vlerë për mendimin dhe rolin kontribues për shoqëri të lirë. Në momentet e veçanta të historisë shqiptare në shekullin 21,
Zoti Shkreli, dëshmon kontribut dhe përfshirje dhe nxehtësi me përcaktuese për vendimarrjen në interes të çështjeve kombëtare shqiptare. Faleminderit. Dhe tjetër faleminderit jeni ulur shumë urime. Ne të radios nuk flasim pa letër. Ja, absolutisht jo. Të nderuar profesues të Unionit të Gazetarëve Shqiptarë në Tiranë, i nderuar zoti Aleksandër Çipa, me bashkëpunëtor Dritan Haxhia, Dega USA, nderuar kolege, me minjorje të thellë me përullësi e pranoj këtë vlerësim. Të nderohesh nga Unioni i Gazetarëve Shqiptarë, një institucion që ndodhet në zemër të profesionit ton, është privilegj dhe njëkohësisht një vërtetim domethënës i vlerave tona të përbashkëta në mbrojtjen të vërtetës dhe lirisë së fjalës. Ky vlerësim nuk është thjesht një nder që bëhet vetëm mua, por është edhe një kujtesë e misionit profesional dhe jetësor që na bashkon, të mbrojmë të vërtetën gjithmonë. Në rrugtimin tim për një gjysmë shekulli në këtë fushë të fisnike të jetës dhe veprimtarisë time, shpeshherë jam frymëzuar edhe nga përkushtimi i shumë gazetarëve të vjetër dhe kolegëve të ri. Gazetarë që kanë mbajtur lart flamurin e gazetarisë lirisë dhe të përgjegjshme. Gazetarë si mbrojtës pa kompromis të vërtetës, por edhe farkues të karakterit kombëtar, fisnik e të shndosht të pathyeshëm me guximtar. Por ndërkohë që si gazetar shqiptar-amerikan, për më shumë se një gjysmë shekulli, ata kanë shërbyer dhe si urë për forcimin e marrëdhënieve historike që gëzon sot kombi shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me këtë rast, pa dashur të përmendi emra, ju dhe atyre me respekt dhe me njohje të thellë, u shkojnë falenderimet e mia më të përzemërta për vlerësimin. Shumë faleminderit dhe punë të mbarë. Tahir Kukaj, zoti Kukaj, të lutem. Jemi i nderuar mesin e vllazëve këtu. Nga ky vend e mojmen, kemi bërë lutje në pavarësisë Kosovës, si duket ku të vini me bërë lutje ende qëto, se qëto po praktikon. Në të kemi bërë. Zotni vllai dashur, Pjetër Popaj, ti mund t'jesh i shkurt fizikisht, po madhështia e punëve tuaja është më e lartë se Himalajet. Gjithashtu kam kënaqësinë me përshëndet profesorin tim, Elez Osmanin, se sikur të mos ishte udhëzimi i tij, qysh nga shkolla mesme nuk do të isha ky ku jam sot. Faleminderit profesor. Certifikat i jepet zotni Jack John Lekaj, gazetar dhe veprimtar i kauzave shqiptare në diasporë, i cili përgjatë karrierës së vet në mediat amerikane u bë zëri shqiptarëve jashtë atleut. Kontributi i tij për informimin dhe opinionbërjen ndërkombëtar për të drejtat e shqiptarëve në trojet e tyre përban një shenjë të vyer shërbimi ndaj kombit, identitetit dhe kulturës shqiptare, aktet e solidaritetit dhe aktivizimi i tij i përhershëm përbëjnë modelin e një profesionisti dhe qytetari shqiptar-amerikan që ndërtojnë përfaqësimin shqiptar në përgjithësi dhe gazetarin shqiptar në mënyrë të spikatur. Dhuruar nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar, kryetari Aleksandër Çipa, ndërsa për Amerikën Unioni i Gazetarëve Shqiptar kryesuar nga zotni Dritan Haxhia. Zoti Jack John Lekaj. Ora kam studiuar në Egjipt
për disa shumë vite gjata. Egjiptianët e kanë një fjalë la Pjetër. Njëri i shkëndësuar sabat ku la drejtani ishte ke bëu shumë bukur, ajo nisma me atë lindja e diellit ishte fantastike. Imamët edhe priftat kanë idenë e artit, nga se tregimet në Bibël dhe në Kur'an janë mas shumë të që ngasin imagjinatën. So, 10 of 10. Po. Imam, po një një dërsi, se ju vetëm lavdroni fort një fjalë mira si No, ato dohet. A i tha, me vetëm punët që na bashkojnë. E pyet një anë një këshitet, si ndjesh sot? Dhe t'ja maj miri, maj mesmi, matrimi, çdo gjë, maj miri. Ati këshis nuk i flen mirë ki muhabet e thët, ka të burë thët, për e të lëtë dikush tjetër për të këtë muhabet, se e lidua vetën fort. 40 vjetë ta i komprita kërkush ka thë kur gjo. E ti falënderit që nuk e kelo më prit 40 vjetë, po kjo film ishte fantastik, bra, falënderit. Është knajsi me qenë para jush, aq ma tepër është knajsi kur njeri jush përblehet nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar, aq ma tepër Zotni Qipa, jem mirënjohës për kujdesin dhe respektin e tyne. Dhe me thënë drejtën që i fjala gazetar është fjale madhe. Gjergjfishta e ka përshkrua ma mirë se kushto tjetër detyrën e gazetarit, për arsye se ai thot, për me qenë gazetar, duhet t'jesh i ndershëm e adhetar. Pastaj duhet të kesh dije dhe mos të kesh kurrkon hafije. Pra, kjo formule e gazetarit që i mbetet për gjithmonë dhe gazetaria shqiptare në Amerika është e njoftun, ka filluar në vitin 1905 me Sotir Pecin, i cili ka botuar në atë kohë, para 120 vjeç, gazetën Kombi dhe ka vazhduar me Fajt Konicën, Fanolin, Bari Omarin e shumë gazetarë përmendur këtu, bile maj meni herë këtu një konferencë të madhe, Martin Camaj ju dedikuat krejtësisht gazetarisë shqiptare nga kontributi që i kanë dhënë këta të Bostonit, Noli, Konica e tjerë. So, domethënë gazetaria shqiptare ka lullzuar, por ku ka lullzuar më shumë se diku tjetër është në zonin e Amerikës, që fatkeqësisht o mbyll këto ditë dhe domethënë sa muaj më parë, por është një humbje e madhe për gjithë shqiptarët, sepse rreth një fjale në gjuhën shqipe, në zërin e Amerikës kem humbë për shembull një gjysmë ore e cila fjalë përshtatet, edhe të gjithë e kanë pranuar se na kem folë gjuhën shqipe jashtëzakonisht mirë në zërin e Amerikës. Dhe nuk do t'u mbaj gjatë, por duhet t'i kujtoj Franit se po e mbyllim emisionin. Me kaq e mbarojmë këtë emision. Ky është Zëri i Amerikës në Washington. Zëri i Amerikës mund ta dëgjoni 2 herë në ditë. Në 6 deri në 6:30 dhe në 8 deri në 8:30 të mbrëmjes sipas orës së Shqipërisë. Dëgjues të dashur, mirupafshim. Tashi kemi edhe 2 çmime, po një çmime kemi për të nderuarin kolegun e profesor Franit edhe Gjekës, Idris Lamaj. E do dësha një dorë trokitje për Idris. Profesor Idris Lamaj është një figurë e shuar, ju e njihni shumë mirë, po është i smur, por më ka thirrur në telefon dhe më ka thënë që këtë certifikat ta marr i nderuari profesor Osman. Elez Osman. Edhe në këtë rast, më ka dhënë mundësinë sepse do t'jepsha mikrofonin se s'bën. Nuk do lesha me ik, profesor Elezi. Mund të... Ky edhe ta jep, para se që përshëndes gjithve, dhe jam i nderuar që gjinë para jush, po ky edhe kur ta jep mikrofonin, thot ki me fol 1 minutë e gjys. Dëm Pjetre tha shumë mirë, tha unë por 1 minutë nuk më nxehem me fol. Kështu që Më fal, edhe është çudi e madhe sot sepse Dritani vet flet me minuta të tëra, nuk ndalon kurrë. Sidoqoftë,
keni gjuhë kur thonë se nxënësi bëhet më i keq se mësuesi? Jo, bëhet më mirë. Bëhet më mirë. Që më rat në dorë. Sidoqoftë, ju përshëndes për nismën, për aktivitetin, dhe besoj që jo vetëm që i nderoni, por edhe vetë i nderuar. Prandaj, Zoti Drez Lamaj është i ligjshëm, po është pak sa i lodhur, po ju ka përshëndet. E luta dhe kisha dëshirë ta marrë, tha po vi po marrë dhe, po nuk dëmë të ta rrezikoj ma shumë shëndetin. Sidoqoftë, lidhja e gazetarëve, e prezent këtu për zotrin, i jep Zotit Drez Lamaj këtë certifikat. Gazetar, autor, veprimtar dhe një ndër aktivistet më aktiv në diasporën shqiptare të SBA-s. Zëri dhe pena e Zotit Lamaj kanë imponuar tërheqje vëmendje në mjediset diplomatike dhe komunitetet të shqiptarëve në përbot. Fondi arkivor dhe puna vetjake në këtë aspekt kanë pasuruar memorialistikën shqiptare dhe u kanë dhenë arkivave shqiptare në Kosovë dhe Shqipëri një pasuri të pa përshëndetshme. Urime Unionit Gazetarëve Shqiptar dhe urime në sukseset e tjera të reja. Ju faleminderit. Faleminderit. Okej. Se gjithë jetën, domethënë, nuk na ka lënë me flet gjumë, as ditën, as natën, as mëngjes. Uleshim me flet, janë i gjunin të zërin. Unë kam qenë pjesë e këtij televizioni për 19 vjet. Kam pasur disa bashkëpunime me të, e kam pasur idhull për zërin. Vërtet e ke, edhe unë. Vetëm Priftit edhe Virgjil Kule si kam puth dorën. Virgjil Kule! Në qofë se nuk e kam pas tradhtin nga brënda, profesor Virgjili s'ma marrë menja se di gjë. Po jo nuk e di sepse do kishte veshur kostum. Absolutisht. Atëherë ke tradhtin brenda. Po tashi, me kalim në kohë se kuptohet, qka nuk është... Thashën, diçka do ndodhi këtu. Diçka do ndodhi. Atë këtu, profesor, nuk e dija i përmbledhim gjitha. Do të lezosh vetë, kjo është problem. Ja me lexojti. Ja, Më lexohet vetë për vetë. Po nuk mundem unë para zërit të Zotit Kula. Gazetar, moderator dhe producent televiziv, i cili spikati për disa dekada si interpret i rrallë i komunikimit dhe ligjërimit publik në media. Krimtaria e tij si dokumentarist në mediat audiovizive të Shqipërisë përbën një fond të veçantë për etnokulturën dhe turizmin shqiptar. Kultura vetjake dhe shumë gjuhësia mbeten një dëshmi e erudicionit intelektual të gazetarit që kontriboi edhe në lëmi të tjera si në diplomaci dhe në memorialistik. Unioni i Gazetarëve Shqiptar. Po ta bëjmë. Ti me siguri pret që unë të prononsohem për çështjen e bërë. Po unë para se të flas për këtë vlerësim, i cili, si thuash, ma përkëdhel mjaftueshëm sedrën për të kaluar sonde një natë këndshme. Desha të them dy fjalë për atë filmin e mrekullueshëm që pam, të cilin e vlerësova në dy aspekte. Në aspektin e krijimtarisë, domethënë si regji dhe si kamera, por kryesisht në aspektin e përmbajtjes, duke ndjekur me një vëmendje të veçantë të gjithë fjalën e Don Pietrit. Më bëri përshtypje në disa momente të caktuara, jetë shkrimi i tij, si thuash, sidomos kur foli për çështjen e harmonisë në diversitet. Harmonia në diversitet është një temë e madhe shumë, e cila në mënyrë të veçantë prek shumë fusha, por prek edhe fushën e marrëdhënieve fetare brenda një kombi të caktuar. Vendi ynë është i tillë që është multifetar. Domethënë është feja kristiane, është feja muslimane,
Janë edhe denominacionet e tjera pastaj, të cilat po baza janë këto dy ashtu. Dhe më tingëlloi shumë bukur në vesht e mi fjala kur Don Pietri tha që raportin me Zotin edhe me kombin. Dhe ka të drejtë, ka shumë të drejtë për shkak se është të dyja fetë, qoftë ajo muslimane, qoftë ajo e krishterë, besojnë në të njëjtin Zot. Dhe është aty zanafilla e këtyre praktikuesve të fesë si njerëz. Dhe në këtë aspekt vendosja e Zotit përpara kombit dhe më pas krijimi i një binomi të pandashëm, siç është situata në Shqipëri, na bën që t'i bëjmë edhe një herë thirrje vetes edhe gjithë secilit për të luftuar ekstremizmat fetare, të cilat me kalimin e kohës herë dalin mbi sipërfaqe, herë zbehen, herë krijojnë tensione, por që me një punë bindse, dhe sidomos një punë bindse që mund të bëjnë grupet ndërfetare, ku ndërtojnë projekte të ndryshme për komunitetin mbi bazën e bashkimit të krerëve të feve të ndryshme që ekzistojnë, mundet të luftohen pikërisht të ekstremizme fetare. Dhe nganjëherë për dijenin tuaj, unë kam qenë drejtori një projekti të USAID-it në Tiranë për një 3 vjet rresht që merrej me promovimin e armërisë fetare në rang botror, armërisë fetare që Shqipëria është një shembull i jashtëzakonshëm në këtë drejtim dhe ka vend për të mësuar nga Shqipëria. Dhe shumë e bukur ishte edhe çështja e tolerancës. Kush jam unë që të toleroj ty? E të shumë në tjetëri, domethënë sikur unë dikush merr pozitën superiore për të toleruar atë të fesë tjetër. Ky është një absurditet. Përdoret shpesh edhe përdoret në mënyrë jo, në Shqipëri përdoret, po përdoret edhe jashtë, jo vetëm në Shqipëri, nuk është edhe në qarqet e ndryshme. Unë kam hasur domethënë tolerancë. Tolerancë domethënë unë të lëshoj, jam dakord që ti të ekzistosh, po që kam unë dakord. Po me të pyet ty, si është muhabeti domethënë. Kështu që prekja e asaj teme në dokumentar i jepte vlerat veçanta, domethënë i jepte vlera më universale se sa thjesht jeta dhe veprimtaria e përditshme e Don Pietrit. Don Pietri ka njohur 10 vjet përpara në një tornej që kam bërë këtu për një libër të Skënderbeut. Dhe mund të them kështu me kënaqësi që mbas 10 viteve nuk ka ndryshuar fort. Mos mendon se ka ndryshuar. Do me thënë shoh po të njëjtin dinamizëm, po të njëjtin vitalitet edhe po të njëjtin përkushtim, domethënë ndaj çështjes. Tani 2 fjalë, falënderim për këtë certifikat mirënjohje, falenderoj Unionin e Gazetarëve, falenderoj organizatorët e kësaj eventi. Hajde pra. Se ne shqiptarët jemi krenar, kur gjojmë emra X personit, është shqiptar, themi. Po në fakt, sa i mbështesim njëri tjetrin? Shumë, pa diskutim. E kemi një kandidat këtu edhe i cili kërkon mbështetjen e gjithë. E po votan ja japin, po lere të shire. Lutem. Ise erdhe? Përshëndetje, mirëmbrëma, Don Pietër, fillim shumë i bukur se kanë bërë për ty, është kënaqësi më konë bashkë. Imam, përshëndetje. Jeta shqiptarëve, që shë komparjetu une, është me shumë sfida. Do sfida i dojmë vetë, do sfida ja bojmë vetit. Po çdo sen se dojmë i kriju në këtë botë, ja fillan me besimin në Zot. Është kënaqësi për mua më konë bashkë me juve sa si shqiptar, edhe me besën në Zot
me punu edhe me arrit këto dëshira se kena si popull. Jam shumë kënaqur se kena lidera su këtë dëmpjetën, imamin, ju vllazët e motra se jeni bashkë këto me përcjell këtë film se kip marrë pjesë dhe tanë, shumë bukur, gazetarët, shqiptarët, është knasi, pasim 50 kjo për minutë, 2 minuta se kjo ka reglat forta dhe tani. Një minutë, ju politikanë e këtë premës. Shumë përshëndetje. It's a beautiful film, Father Peter. I was really impressed to watch it. It was an honor to be here. And to have Albanians get together in God's house on a cold Saturday is a beautiful thing. Thank you for having me. Before you leave, can you present yourself here? Exactly. Yeah, I didn't come to present myself, but thank you for the honor. Emni në kam Diamant Hysejnaj, jam përjardhër nga Kosova, jam I lindër në Gjakov, jam ardhur në Amerikë vitet 90 tash jam kandidat për New York's 14th Congressional District, e kena garet në June primary edhe November elections. Imam, ko ta do të më lutë që të, për ko dash me të botë që të, ha? Zatë të më Pa që të, ha? A jam mirë. So që të më kipësh dhe... Shumë faleminderit. Gjithë mirat, suksese dhe votën e ketë sigur, nga ne po njerë, shumë diskutohet, dhe gjithë shqiptarët e tjerë. Kemi shumë nevojë për një shqiptar amerikan në Kongres. Jo, edhe një fjalë nga sekretari Vatrës, apo jo? Mirëmbrëma zgjedhjet Don Pjetër, kënaqësi me kanë këtu me ju, Imam Kukaj, diamant me të vërtetë. Ambasador Gjek, gjithë mirëmbrëma, kënaqësi e veçantë të jemi këtu, së bashkut. Duhet në emër të Federatës Panshqiptare Vatra dhe në emër të Gazetës Diellit ju përshëndes për këtë punë, për këtë veprimtari të jashtëzakonshme. Keni bërë një punë të mrekullueshme. Edhe duhet të them vetëm duke pa filmin, çka ku pa 3 gjëra. Një e pa me Don Pjetrin ashtu si e njohim na, që kem pas fat me pas prift tash 40 e sa vjet, 40 vjet, i ka bush këtë vit. Të përshpirtshëm ashtu si kem njohur na, po disa si e ke treguar më të afër, më të dashur se lashtë, çka është mrekulli puna jote, kredit për ju. Por me të vërtet ashtu si e njohim. Kem pa edhe një gjë tjetër përmes filmit, pa me historinë e komunitetit tonë, një punë veçantë, një punë jashtëzakonshme që apo këtu që nga fillimet e para kishin atje në Bronx, ku të ka këtu për aktivitete tjera që ishte për Kosovë, lutjet ndërfetare. Dhe në fund mësuam me diçka tjetër që e dim besoj të gjithë, e afirmuam, e konfirmuam me këtu, se për fjalë për shqiptar, për ne shqiptarëve duhet ta hekim një fjalë nga fjalori. Toleranca, nuk është fjalë e jona. Ne kemi fjalën e mrekullueshme harmoni. Dhe ne atë ta trajtojmë gjithmonë, e Zoti ju mbajt e na mbajt gjithmonë në harmoni, kjo është më së bashku. E di se u zgjat shumë, por kërkoj për jush edhe 3 minuta, po me kusht. Ata njerëz që do flasin nga 1 minutë. Se kam detyrim si Unioni i Gazetarëve për t'i respektu për punën e madhështore që kanë bërë ndër vite për komunitetin shqiptar. Zoti Burim, të lutem, a ka mundësi 2 fjalë, hajde edhe na u prezantoni një përshëndetje. Një dorë të vjetje. Quhem Burim Regjaj, jam sekretari i Albanian American Relations Council, së bashku me Martin Vudaj, shumica e njefni Martin Vudaj. Ndihem tepër i nderuar, më thirrë me folë këtu me njerëz që folin para meje, pak i befasum, po prapë se prapë të falenderit shumë. Për film s'ka që ka të flitet ma, duket që është ndërvepra që tash të vitet e fundit nuk kem pak si që mundet mu kreasu me këtë film. Vazhdo me punën që e ban, jam i nderuar që më thret shok. Ndërsa edhe ti uroj Diamantit sukses në kampanjën e tina. Ky ka nevojë shumë për krajën tonë, nëse nuk mundën financiarisht, gjithmonë mundën me gjetë një farë mënyrë me kontribu, t'i ndihmojmë. Paramenone me pas një njeri tonin në Kongres. Deri tani kemi jap
$1,000 për kujt me na përparsu, tash e kem rasti me na përparsu një jani. Natën mirë, faleminderit. Pra dhe 2 minuta. Kolegu jemi vjetër Satri Kërtoqi, Moza, hajde Moza, ju lutem. Moza, për ata që se njohin, me Moza njihemi që në vitet 90 në Lëvizjen Demokratike, edhe në atë kohë po fliste pa mikrofon flishin në atë kohë, Moza? Mirë që u bën 35 vjet, po s'na ka uru njëri. Moza është një nga figurat e Lëvizjes Demokratike, i kishim përpara, unë isha mbrapa, kjo e fakt. Bravo për Moza bravo. Çfarë duhet të them? Qëllimi nuk është vetëm çfarë shikojmë në ekran dhe këta që flasin këtu, është çfarë ndijmë ne që shikojmë. Dhe unë atë që do të them sot është çfarë ndjeva në ato momente ulur në atë karige për ish të burit ula, se du të isha bashkë me popullin. Ka një grup që përfiton për i burit. Së për sot. Tani, atë që ndjeva unë, duke parë filmin. Kur e martuar me Virgjil Kulën i kam thënë, Zoti para dhe unë brapa. Në qoftë se ti Virgjilit ashtu beson këtë gjë, atëre marrëdhënia martesore nuk shkon në asnjë vend. Buri më thot, Zoti përpara thot, po ti do martohesh me mua dhe me Skënderbeu. Edhe çfarë ndjeva unë sot? Atë që ndjeva sot, si mimoz, si shqiptare, ndjeva që fryma e Zotit apo fryma e së vërtetës, që fryma e së vërtetës takon gazetarisë. Fryma e Zotit, faleminderit, vjen nga brenda. Dhe Zoti i lartë nuk fle gjumë, dhe ai e ndjen frymën e tij. Kushdo që t'i kalojmë brapa. E dyta është fryma e së vërtetës. Fryma e së vërtetës është fryma e gazetarisë. Atë për cilën që vuan çdo shtet, dhe sidomos shqiptarizmi, është fryma e së vërtetës që gazetaria në Shqipëri, fryma e së vërtetës nuk ekziston. Ajo për të cilën unë dëshiroja të thoshja sot, atë që kam ndjerë si mimoz kur kam marrë në Amerikë, fryma e së vërtetës që kam ndjerë nga gjithë gazetarët që përfaqësonin zërin e Amerikës, një dorë trukitje për të. Kam qenë në shtëpi kur më bie telefoni. Më ka marrë në atë kohë Eles Biberaj. Dhe më thot, unë jam Eles Biberaj, ju lutem dëshiroj të vini në Washington, për arsye se duhet të tregoni historinë tuaj. E thash, unë në Shqipëri vërtet luftoas me shoqën time që të ndrojmë sistemin komunist, i bëra gjitha detarët gjithsok të kthejmë kokën nga Shqipëria dhe adetarët tanë që i kishin larë me gjak në diaspora shqiptare, sidomos tanë që janë përtej oqeanit, për të shkelur tokën në mëmë, ishte, domethënë, diçka shumë e lartë. Dhe ishte nder për mua kur erdha për të thënë të vërtetën te zëri i Amerikës. Dhe aty kam ndjerë për herë të parë që zëri i vërtetës duhet të jetë themeli i gazetarisë. Dhe uroj që siç tha gazetari i njohur këtu, nuk është fundi këtu i Voice of America. Këtu të jetë fillimi i gjithë gazetarëve të Voice of Americës të shkojnë në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri dhe të zërin e vërtetës që ata na kanë përcyer për 45 vjet në regjimin e egër komunist. Dhe nga 90-ta dhe këtu duhet me eksperiencën e tyre t'ju apërçojnë dhe t'i bëjnë ata akademik dhe t'i thonë që janë dy fryma, fryma e Zotit e fryma e së vërtetës. Moza, edhe njëherë të uroj nga zemra 35 vjetorin e Lëvizjes Demokratike, ju, Sadriut, profesori, okej, ka qenë në televizor. Jo, unë flas për ata që kanë qenë në Lëvizjen Demokratike, që i maj mend, s'po shoh këtu, që kanë qenë. E këti kure kemi quajtur gruaja që tronditi Tiranën në kohë. Tashti, unë doja lënë nerin për me mbyll këtë darkë. Zoti Akim Aliçka, të lutem. Shumë, një duar tronditi dhe të lutem. Dua ta dorëzoj se ju jeni edhe i gazetarisë, edhe i fjalës. Kështu që është nder edhe për mua që t'ja u jap nderin ta mbylli ju sot këtë darkë. Për bes më mirë. Edhe me të pas lut më mirë s'ke qenë. Se të gjithë ta gëzojnë më shumë ti se din që mas fjalës teme s'ka më fjalë. Kjo është zemra ka s'ka edhe tonë kam ju pëlqye fjala ime, jam i sigurt. Me gazetari unë merrem vetëm për vetë në këtë moment, se vi më vonë.
për veprimtari kombëtare. Vetëm për veprimtari kombëtare, asgjë tjetër. Janë drejtori i Ligës Shqiptare Amerikane, drejtori ekzekutiv, me Jody Awardin që 35 vjet. Për ju thëmë disave ka njëherë, kur të rish me Jody Awardin 35 vjet, edhe mos veç me abajt qontat, dishka mësën, që besoj që i kom mësu. Por, të kthehem të ky event, i jashtëzakonshëm, inspirus është filmi për Don Pietrin, më pëlqej shumë porosia ti. Po tash deshta mu lidh me fjalën tolerancë, harmoni. Më boni përshtypje Don Pietri që tha, nuk mjafton toleranca. Na duhet dashuria, na duhet respekti për njërin tjetër. Prandaj, edhe me harmoni, prapë se prapë na duhet dashuria dhe respekti. Ju përshëndes gjithve juve, mos i me emën, edhe ta mbyllim këtë mbrëmje të jashtëzakonshme. Faleminderit për të. Po, për fotografi tash po më ndaj kështu. Po the edhe më ju lut diçka, më lut Zotit për dëshira. Unë do të lutem vetëm për Kosovën. Vetëm mos përmend Albin Kurtin këtu me thonë do fitoj. Se nuk lejohet. Jo. Mos e thunë. Ja, se tham, nuk tham se kam me fitu Albin Kurtin. Edhe pse e di, po, nuk e tham. Lutem rresht i parë këtu për një foto një herë, edhe sa të bëjmë një foto rresht i parë, ju duhet gjithë një fotografi. Jo, le të bëjmë një foto gjithë së bashku dhe pastaj le të bëjmë një gëzuar gjithë së bashku.